E pra të dashur miqtë e mi, tani dua të flas për Kesin, Inën edhe Stenaldon. Kesi dhe Ina, banor të shtëpisë së Big Brotherit, banor që në fakt bën lëvizje shumë të çuditshme, banor që treguan një anë e cila në fakt nuk duar trokitet nga publiku, për shembull të marrësh të dashurin e tjetrës pa pik problemi, këtë e bëri vetëm Ina. Por nuk dua të gjykoj zgjedhjet e tyre shpirtërore. Realisht, un kam pritur nga Kesi, edhe pse historia e tij tregon tjetër gjë. Kesi është i përjashtuar nga një reality show, siç është Përputhen. Domethënë është përjashtuar pikërisht për këtë lloj kulture, për këtë lloj gjuhe, për këtë lloj forme që ai përzgjedhën që të tregoj nëpër media. Unë e kuptoj, ato aty janë të ndikuar, domethënë e kam thënë gjithmonë që lojën e marrin shumë personale, lojën e kanë kthyer në private, nuk e lejnë që është një lojë, domethënë të thonë që jemi duke bërë një lojë dhe t'i takojmë kornizës së lojës, ato dalin krejtësisht jashtë kornizës së lojës, mundohen të ofendojnë njëri tjetrin, mundohen të denigrojnë njëri tjetrin me bullizime të çmendura që për shembull Kesi nuk e kuptoi se ku e merr të drejtën duke i quajtur në të gjithë kohën e mundshme Kristin gay. Do thënë duke i quajtur femër, duke i quajtur homo, duke i quajtur mashkull që pëlqen meshkujt, etj. Do të thënë bullizime që realisht janë të turpshme ti dëgjosh në një format që ndiqet nga mosha më e vogël deri tek mosha më e madhe. Dhe uroj që sonte vllau i madh, ashtu siç i ka sjellur dy zarfa të zi, që në historinë e Big Brotherit nuk ka ndodhur që të ketë dy zarfa të zi brenda në një shtëpi, domethënë kjo tregon që janë thyer ekstremisht rregullat më aty, domethënë puna ka vajtur aty ku nuk duron më, dhe të merret një vendim i prerë. Për shembull Ina tregohet aq e palogjikshme, aq e pamendshur, saqë unë nuk e kuptoj, domethënë sa mend duhet të ketë një femër për t'i thënë një të verbërit, respekt tu për Stenaldon, që ti je manjak, ti shikon çdo femër këtu që po hyn dhe unë e mora atë që desha. Qa ke marrë ti o Ina, qa ke marrë? Ti thjesht ke marrë një të dashur për show sepse rrezikohesh që të dalësh nga shtëpia. Nuk është se vdiqe ti për atë. Dhe ti e di vetë shumë mirë këtë gjën, se po të mos e kishe dhënë puthjen, ti nuk do t'ishe sot në shtëpi. Në qoftë se Lorna u doq nga puthja jote, sepse shqiptarët dëshirojnë të shikojnë këto skenat. Dhe ky është realiteti Big Brotherit. Ndërsa në anën tjetër, si mundet një vajzë të flet me atë gjuhë ndaj një shoqërie që kanë vuajtur nga bullizimi, se Stenaldoja është fotografia e një shoqërie shumë të vuajtur. Një shoqërie që është diskriminuar, që në këtë rast është shoqëria të verbërve, që nuk i marrin në dorë sepse atë lloj kulture e kemi ne, dhe më në fund vjen kjo e ofendon pa pik turpi dhe nuk e kupton se çfarë është duke bërë. Domethënë nuk ka fare strategji, nuk ka fare lojë. Dhe më pas, domethënë shiten sikurse janë vipa që po futen aty për të treguar vlera. Mua kjo më duket njerëzore, në fakt më ka zhgënjur jashtëzakonisht shumë Kesi. Un kam pritur shumë nga Kesi. Fillimisht më është të dukur një djalë që është strateg, më është të dukur një personazh shumë i fortë, më është të dukur një djalë që ka luajtur lojë brenda në shtëpi, por nuk më është të dukur një djalë që të krijon një trekëndë shumë të vogël, trekëndshin më të keq brenda asaj shtëpie dhe të mundohej që ta merr lojën, ta merr sfidën vetëm me ofendime, vetëm me denigrime dhe vetëm duke ngritur zërin dhe duke rrahur papuçen, gjë e cila tek publiku jashtë tregon që unë të raf edhe të mbys, domethënë është kërcënim. Sido që ta thot ai është kërcënim. Dhe kjo tregon koklartësi. Unë jam i bindur që sonte Kesin do ta penalizojnë, me patjetër ose Rogertin, është turp në fakt që jepet kjo kulturë ndaj Stenaldos. Stenaldo është një djalë që ka një vizion të gjerë. Stenaldo është një djalë që pa marrë parasysh gjendjes së tij, ai nuk bën në nivelin e këtyre, domethënë nuk sillet me gjuhën e këtyre, dhe kjo në fakt është për ta duar trokitur dhe për ta mbështetur, dhe uroj me zemër që banorët brenda kësaj loje
t'i japim publikut atë që publiku e do, le t'i njohim, ne akoma nuk i njohim se kush janë këto banor, do të thënë po bëjnë 30 ditë aty brenda dhe nuk po tregojnë asnjë gjë, nuk po japin asnjë gjë dhe më pëlqen në fakt vendimi që është marrur nga vllau i madh, dua ta përgëzoj produksionin, 2 zarfa të zi brenda një nate, kjo tregon që ne nuk mundemi t'i themi një të verbërit që ti je manjak. Dhe kjo Ina, kjo goca e përputhen, nuk dua të ofendoj përputhen, po unë mendoj që VIP-at kanë tjetër status, VIP-at kanë tjetër qëndrim dhe dinë se si të shprehen. Jo një të verbërit, imagjinoni një të verbërit i thot ti shikon çdo femër këtu dhe ti je manjak. Kjo tregon se çfarë niveli dhe çfarë femre është. Kjo ishte që unë doja ta them, do të takohemi sërish së bashku.